debatet e ashpra që i patën kuvendarët në lidhje me miratimin e buxhetit të vitit kalendarik, pra të vitit 2026, ku fatmirësisht të gjithë kuvendarët pa përjashtim me 33 vota për miratuan buxhetin komunal të vitit 2026, buxhet i cili për herë të parë në komunën e Gjilanit arrin vlerën prej 42 milion eurove. Pra, buxheti i vitit 2026 është 42 milion euro dhe një buxhet i tillë urojmë që t'i shërbejë qytetarëve. Mirë po paraprakisht kishim krahas prezantimit të buxhetit komunal nga kryetari i komunës, pra në seancën e tij për sot, kërkesa e kryetarit fillimisht ishte që të miratohet buxheti sipas formës dhe mënyrës se si e prezantoi ai, mirë po më pas për diskutimet rreth buxhetit, të parët që u lajmëruan për diskutim ishin ata nga radha e LDK-s, domthon Gentrit Murseli, i cili me kundërshtime të ashpërta mendoj se do ta bllokoj procesin e miratimit të buxhetit. Njëkohësisht edhe Riad Rashidi për çudi nuk dalloi shumë nga i pari, pra nga ai i LDK-s, edhe ky vazhdoi me tentativa, madje kërkoi që të shtyhej, që mos miratohej sot buxheti komunal, buxheti vjetor, mirë po kërkesat e tij ishin absurde që të shtyhej miratimi i buxhetit, duke menduar se ky buxhet është i Albani Hyseni. Dhe kemi diskutuar disa herë, pra politikanët të cilët janë sabotues të interesave të qytetarëve, mendojmë që duhet të kemi kujdes nga ata politikanë dhe të tillë nuk na duan askund. Pra, Gentrit Rashidi, Gentrit Murseli dhe Riad Rashidi sot kanë dhënë një shembull shumë të keq të opozitarizmit dhe të politikanit i cili mendon vetëm në interesa të ngushta politike. Për çudi të faktit, krahas këtyre diskutimeve, sot buxheti i komunës Gjilanit për vitin 2026 kaloi pikërisht ashtu kur nuk e priti askush. Dhe si kaloi ky buxhet? Pra, 2 votat e Aleancës për Armërinë e Kosovës, të cilat i përfaqëson Nazim Gagica, e të cilat ishin shtyllë fuqishme e kryetarit të komunës, mjaftuan që të ishin për pa kushte. Pra, miratimi i buxhetit nga Aleanca për Armërinë e Kosovës pa kushte ishte një shtyllë e fortë e kryetarit të komunës Albani Hyseni dhe kuvendit komunal që dita e sotit të mos varritej në procedurat e më të thjeshta siç kishte ndodhur në vitin 2025, pra buxheti i vitit 2025 ka filluar të shtyhet që nga viti 2024, kanë kaluar gjitha afatet deri në ditën e fundit, dhe në ditën e fundit domosdoshmë kur është miratuar shumë me vonesë, dhe ky buxhet nuk u shfrytëzua asnjëherë për projektet apo në interes të qytetarëve. Sot për shembull kishim raste të tjera të diskutimeve, por me të vërtet Nazim Gagica sot vlen të përshëndetet dhe të inkurajohet për veprime të tilla, i cili tha se ky buxhet u takon qytetarëve dhe qytetarët duhet të mbështeten pa marrë parasysh faktin se kush po menaxhon me mjetet apo si po menaxhon mjetet. Opozitën konstruktive sot luajti pikërisht Nazim Gagica me idetë e tij, duke dhënë vlerësimet e tij për mënyrën e menaxhimit të mjeteve, duke diskutuar për hipotezat e mundshme se a do të shkojnë mjetet e caktuara në vendin e duhur apo jo, dhe pas diskutimeve të para dhe pas kërkesës për 5 minuta pauzë nga kryesuesja e kuvendit, e cila mjaft mirë është duke udhëhequr deri në këto momente me Asamblejën Komunale të Gjilanit, mendojmë që marrëveshja politike mes opozitës dhe pozitës në këtë rast
Sot ka rezultuar një refleksion të mirë, sot ka rezultuar një pozitivitet të kënaqshëm, edhe pse për shkakun qytetarët nuk u harrojnë atë se çfarë kishin përjetuar në vitin 2025 nga neglizhenca për mosvotim të buxhetit në kohë. Pra, mendojmë që miratimi i buxhetit sot për vitin 2026 është një miratim apo një gëzim në shumë fytyra të atyre që kanë të ardhurat të vetme, burimin e vetë financiare kanë nga institucionet lokale. Pra, disa prej qytetarëve sot kanë marrë atë dritën jeshile se në këtë vend mund të bëhet edhe më mirë. Andaj vlen të theksohet dhe të përmendet fakti se pati diskutime edhe të tjera të ashpra se ke bërë këtë apo s'ke bërë atë, vlen të theksohet fakti se kishte nga LDK disa kërkesa për të miratuar dhe për të inkorporuar në buxhet, e këto kërkesa ishin disa të arsyeshme dhe disa të paarsyeshme, mirë po me një farë me një kompromis të dy palëve, qoftë të pozitës, qoftë të opozitës, kërkesat e PDK-s edhe të LDK-s u miratuan ato sa arritëm t'i kuptojmë, dhe do të inkorporohen në buxhetin komunal për investime kapitale dhe ose për investime të tjera në interes të qytetarëve, ku kryetari i komunës Albani Seni me mirë kuptim, me mirë sjellje pranoi që ka pas kërkesa të tilla dhe janë pranuar kërkesat sipas paraqitjes së atyre kërkesave nga ana e qytetarëve komunal apo e partive politike. Vlen të theksohet se një asambleiste ishte pak sa e zhgënjyer, edhe pse nuk ju pranua kërkesa e saj për një shumë dikon rreth 300.000 euro për investime të një lumit. Mirë po, megjithatë, edhe ajo votoi pro dhe sot komuna Gjilanit i kthehet një farë normalitetit në aspektin financiar. Pra, 42 milion euro nuk do të bëjnë punë të mëdha ose nuk do të rregullohet e gjithë jeta e qytetarëve të Gjilanit me këtë buxhet. Po sa do kudo, për shembull, është një normalitet i kthyer në kohën kur njerëzit janë në mënyrë të zhgënjyer dhe janë të frustruar se a do të bëhet apo nuk do të bëhet. Ajo që na ka bërë përshtypje pas miratimit të buxhetit, kemi pas thirrje edhe nga njerëz, nga qytetarë të ndryshëm, duke thënë se shqyqyr që u bë miratimi i buxhetit, madje edhe sepse tashmë seancët po i ndjekim atje në shkollën e bujqësisë, paksa si shmang nga zona e parë e qytetit, po sidoqoftë, por sa erdhëm në zonën e parë të qytetit këtu, pam se shumë qytetarë ishin një farë të gëzuar, sikur erdhi babardimi një farë, dhe erdhi ajo buzëqeshja e ëmbël tek njerëzit. Pra, nga buxheti komunal është e vërtet që mbaren disa projekte kapitale, projekte këto të cilat marrin pjesë bizneset e Gjilanit. Biznese këto të cilat kanë pas vështirësi në zhvillim të proceseve. Krahas asaj, mbaren qytetarët, mbaren për shembull shumë sektorë. Mjetet të cilat u bllokuan për një vit lanë gjurmët e saj të vrashta në jetën e qytetarëve. Rikthimi i mjeteve dhe rikthimi i normalitetit në buxhetim, mendojmë që duhet i kthehet normalitetit në jetën e qytetarëve. Pra, ne do ta falenderojmë apo do ta inkurajojmë cilin do politikan të tipit të Nazim Gagicës, që kurdo që bën opozit, le ta bën opozitën konstruktive, le të dërgoj projekte konkrete, le të flet ashtu siç i duhet një politikani,
pa e mbjell urrejtjen në mes popullit, sepse edhe ashtu jemi dërmuar nga urrejtja mes nesh. Kemi nevojë për një jetë pak më të mirë, kemi nevojë për një jetë pa urrejtje, pa përçarje me politike. Shqiptarët e kanë dhënë provimin e mirëkuptimit mes nesh, që nga viti 2014 e këndej, pra nuk ka pas më kacatytje për interesa politike. Andaj edhe sot duhet të vazhdohet ai rrugtim, të mos ketë kacatytje për interesa politike, të mos ketë prishje mes shokëve për interesa politike, të mos ketë armiqësi gjusore mes veti, sepse është e vrasë jeta për shkaqe të politikës që krijohen armiqësi mes qytetarëve. Miq të dashur, ne mendojmë që veprimet e tilla mund të na dërgojnë edhe më lart, pra duke menduar se cili do të kontribon më shumë për interes të qytetarëve. Mendojmë që komuna e Gjilanit ka potencial shumë të madh të zhvillimit ekonomik, zhvillim ky i cili mund të ndikojë edhe në rajon, e me këtë rast, pra Gjilani do të mund të bëhej një vatër e tregtimit të mirë, por tregtimit të mirë ku flasim, tregtimit të prodhimit, në mënyrë të prodhoj dhe të tregtoj malla të ndryshme, dhe të bëhet përsëri një vend i fabrikave, një vend i zeve të ndryshme, e të zhvillohet siç duhet ky vend. Mendojmë që në Gjilan ka mjaft anomali në zhvillim ekonomik, sepse tashmë kemi thyer rekord me qendra tregtare të cilat po e degradojnë jetën e qytetarëve çdo ditë. Nuk kemi një analizë të mirëfillt se a kemi nevojë për kaq shumë qendra tregtare apo jo. Nuk kemi një analizë të mirëfillt se ku shkojnë menaxhon këto qendra dhe ku shkojnë këto mjete që derën për shembull nga Gjilani dhe derën për markete, në rrjetet e marketeve dhe ikin jashtë Gjilanit. Pra, kemi një ankesë të madhe nga qytetarët, të cilët thonë se vetëm Superviva apo Viva Fresh apo cilat do që t'jenë me Viva, rrjeti marketeve Viva, ka arrit në 9 numrin në qytetin e Gjilanit. Kjo është për të çuditur sepse askund në Kosovë, në asnjë qytet të Kosovës, nuk ekzistojnë 9 markete të Vivës apo Supervivës në asnjë qytet të Kosovës. Pra, mos flasim për pjesën tjetër që kemi interesin me 2 apo 3 marketet të mëdha, kemi marketet e vogla të cilat janë të instaluara nëpër lagjet e qytetit, dhe të gjitha këto markete, për shembull, në mënyrë janë të vendosura në mënyrë të pakontrolluar dhe të paanalizuar se a kemi nevojë për as markete apo jo. Instalimi i marketeve të mëdha në lagjet e vogla, mendojmë që e varfëron qytetarin. Krahas për shembull proceseve tjera që ekzistojnë, një mungesë e mirëfillt, e analizës së mirëfillt për instalimin e marketeve të mëdha në lagjet të qytetit, mendojmë që janë me interes caktuar që ta varfërojnë sa më shumë jetën e qytetarëve. Pra dikur kishim shitores e vogla apo ekonomitë e vogla mikro, apo mund të themi se qarkulloi parja më lehtë mes shitoreve të vogla. Për shembull, sot një shitore në një lagje nuk mund të funksionojë më. Në shitoret e lagjeve njerëzit kanë marrë edhe verësi, për shembull, kanë delë në rrugtimin e mjeteve. Dhe ose delë në konkur kanë marrë për shembull tyrat e tyre. Dhe kjo më tash ka vështirësuar sado kudo jetën, sepse shitoret e vogla nuk mund të furnizohen më në mënyrë të si më herët, për shembull, të furnizohet në ndonjë depo, do të mbajnë mallin për shembull në stok aty, dhe ta shët me çmimin e caktuar për shkak që krahas çmimit të lartë, pra shitoria e vogël sot është në krizë për shkak që rrjeti i marketeve ka benefite shumë të mëdha, dhe krijon probleme sepse më lirë për shembull qytetari e blen mallin në një market
të madh se sa ky zotëriu që mban shitoren dhe furnizohet në një depo. Pra, mendojmë që qeverisja e re, qeverisja absolute në Gjilan, nga komuna e Gjilanit, mund të nxjerrë një rregullore, apo edhe kuvendarët mund të nxjerrë një rregullore për ta kontrolluar në një mënyrë se sa mund të jetë numri i rrjeteve të marketeve në komunën e Gjilanit. Pra, të gjithë ata që kanë menduar edhe mendojnë një anshëm, po e them shumë haptas, për dy arsye, sepse kam dëgjuar nga shumë njerëz që thonë tregu është i lirë. Tregu është i lirë. Tregu është i lirë. Po, është e vërtetë që tregu i lirë. Dhe kjo vjen pikërisht nga Bashkimi Evropian. Mirë po, në kohën, po e thjeshtoj pak historinë, në kohën kur ka qenë tregu i lirë në Bashkimin Evropian, Spanja ishte jashtë Bashkimit Evropian. Me futjen e Spanjës në Bashkimin Evropian, tregu evropian është pushtuar nga zarzavatët e Spanjës, pra nga pemë dhe perimet. Dhe e kanë pushtuar një mënyrë me çmim, për shkak që Spanja është një prodhues i madh i perimeve dhe ka pushtuar për shembull të gjithë Evropën me çmim të lirë në treg. Dhe çfarë ka ndodhur aty? Francezët janë ankuar, bujqët francezë janë ankuar, dhe me këtë rast Franca ka iniciuar ankesë në Bruxelles, në Bashkimin Evropian, dhe nga aty është nxjerrë një rezolutë ku thuhet krahas tregut të lirë, duhet të jetë tregu i kontrolluar. Për shkak të për të ruajtur bizneset të cilat janë vendore. Pra, sot për shembull, në Francë, edhe kudo në Evropë, tregu është i lirë, por tregu është i kontrolluar. Pra nuk mund të ketë konkurrencë as të madhe të lejohet të rritë dikush në mënyrë drastike e të shkilet dikush tjetër. Sepse nuk i bjen është i njëjti sistem, për shembull sikur ta vrasësh një fëmijë për një fëmijë tjetër. Që ta rritësh njërin, duhet ta vrasësh tjetrin. Jo. Mund të punojnë të gjithë, por të punojnë të kontrolluar. Pra, mendojmë që kjo metodologji duhet të përdoret, u ftojmë këshilltarët komunal, por qoftë edhe deputetët e Parlamentit të Kosovës, që të lexojnë pak më shumë për rregullat e Bashkimit Evropian, që mos jenë jashtëzakonisht në ndikimin e tregtarëve të mëdhenj, sepse mendojmë që ka mundësi të bëhet shumë më shumë, pra të jetë tregu i lirë, por edhe tregu i lirë duhet të jetë i kontrolluar. Një fakt duhet ta tërheqim një paralele, ne kemi në Gjilan një gjigant të mobileve, fabrika e mobileve Palma, dhe sipas informatave që kemi, kur ka dashur të hap një filiale të saj për shitje në Zvicër, ajo ka menduar se sikur tek ne që shkojmë, për shembull, ka kërkuar një vend të caktuar, thotë unë po duhet, a ka mundësi të këtu me ndërtu fabrikën, ose qendër tregtare për shitje të mobileve. Mirë po, në Zvicër dhe në Kroaci është i njëjti sistem i menaxhimit të jetës së qytetarëve, dhe atje me të vërtet analizohen veprimet e ndonjë biznesi. Dhe këtë e bëjnë për shembull këshilltarët komunal. Dhe kur e kanë hulumtuar se në atë zonë afër ku ka kërkuar për shembull në këtë rast Palma të ndërtojë biznesin e saj, këshilltarët komunal kanë thonë, apo komuna ka thonë nuk mundesh me marrë këtu, sepse këtu e kemi vetëm një biznes dhe ti mund ta dëmtosh këtë. Por ne mund të japim për shembull një hapësirë këtë tjetër ku nuk ke ofër asnjë biznes, që ti mund të operosh me veprimtarinë tënde. Me këtë rast, qoftë leja për punë, qoftë leja për operim, shkon o përmes zyrës në drejtorinë e shërbimeve publike ku mirret leja,
por edhe këshilltarët komunal duhet të nxjerrin një rregullore me të cilën ata duhet të veprojnë dhe të kthejnë tregun e kontrolluar tras tregut të lirë. Miq të dashur, kudo që jeni, uroj që të jeni mirë. Ne nuk do të flasim gjithmonë një anshëm, por mendojmë në përgjithësi për jetën e juaj, për jetën e qytetarëve, për sa i përket disa veprimeve të disa individëve që na kanë thënë se mos bë kështu ose mos bë ashtu, u themi sy hapur dhe sy pa trembur se ne nuk ja kemi frikën askujt. Kushdo që ka fakte dhe prova që në këtë vend po degradohet jeta e qytetarit, ne do ta publikojmë kur do që është e mundur, kur do që kërkohet të publikohet. Ajo e vërtet. Pra, edhe për jetët e bizneseve të marketeve të ndryshme, të cilat po e dëmtojnë shtetin e Gjilanit, ne mendojmë që duhet të flitet jo vetëm në media këtu, në atë media, por të flitet edhe në institucionet e tjera. Sepse jeta duhet të ecë në binarët e saj, jeta duhet të zhvillohet pa e lënduar askënd, duke jetuar dëshirat e tona, ku në emisionet e radhës mendojmë që do të flasim për një anomali në mes të qytetit të Gjilanit, e cila sot u ka vrarë synin shumë qytetarë. Shumë besimtarë u ka vrarë synin, por për këtë temë do të flasim në emisionin e radhës, emisioni i cili do t'i dedikohet tempojve fetar në Gjilan, dhe veprimtarive rreth tempojve fetar dhe interesave të besimtarëve në përgjithësi. Miq të dashur, këtu po e shkajmërojmë emisionin tonë të radhës. Faleminderit për mbështetjen dhe për krajen. Like dhe follow Art Media dhe të tjerat na mbesin neve. Faleminderit shumë dhe natën e mirë, shihemi në emisionin e radhës.